Përshëndetje, unë jam Genzo Qiraj, në fitnessin Fit and Gym. Sot kemi me folë për muajin e shajit Ramazanit. Unë e kom dëgju shumë raste tash që e kanë bërë shumë të madhe muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit është një muaj ku neve që merrem me fitness ose sportista ju ndihmon shumë. Nuk ka mundet me ndryshu rutina përveç se duhet me ndryshu koha. Na për shembull që kena ushtru në mëngjes, muj me ushtru mas orës 7 nëse kur është iftari. Domethënë kur gjatë diçka nuk ndryshon. Njëri që kena hangër mëngjesin më herët, 2 orë mas iftarit na muj me ushtru pa problem. Nuk kisha thonë diçka që ndryshon, është e mundme që neve na hu pak forca, po jo shumë. Për shembull javën e parë, dytën e kem pak më problem, mas ne është gjithçka. Njëri që ka që më herët. Unë s'kisha me bëna ndryshim në Ramazan dhe kur nuk ka Ramazani, për arsye se duhet me ushtru 5 herë në javë. Muj me ushtru pas një problem. Vetëm nuk kem nevojë me ngarku trupin shumë, për shembull nëse kena ushtru një orë, tash muj me ushtru dikon 40 deri në 45 minuta maksimum. Kjo është shumë, për arsye se unë kom pas shumë njerëz se krejt ditën kanë nejt ose sa gjatë ditës 18 orë, po më duket do të më nejt në nushëm. Shumicën e kanë që dojnë për shembull kur shkojnë me hangër iftar, dojnë mungi me bë krejt. Unë aty kisha thonë me pas kujdes, për shembull që mos me marr një dozë shumë të madhe. Ma mirë është me shku pak ma lehtë që me mujt mas një orë gjysmë me bë fitness. Gjithmonë po flasim për njerëz që bëjnë fitness ose që merren me sport. Sa në që janë neve që na dehidrojnë për arsye se shumë njerëz e morrin që neve na duhet ushqimi, jo, trupit i duhen ma shumë langjet edhe ujë. Domethënë na muj me nejt një kohë shumë gjatë pa ushqim, po pa ujë nuk muj me nejt gjatë. Sa në që janë mas shumë t'janë sa në që na dehidrojnë, për shembull e kom pa që shumica e shqiptarëve dojnë me pi çaj, jo, për arsye se çaji na shtin me urinu edhe na atëherë i hupim langjet e trupit. Krejt që ju kisha thonë që me përdor sa në që neve na vijnë ma shumë langje me morë, sa ma shumë langje qas ma. Edhe njerëz që faktikisht të ninojnë, ata përgatiten psikikisht, nuk e kanë atë problem, po vetëm le të ikun çajit edhe kafes. Po tash në llojin nan fitness kemi shumë suplemente që merren për shembull si pre-workout që janë nga asana që merren para treningu për arsye që të shtojnë forcë, kanë pak më shumë kofein. Unë ju kisha thonë me përdor pre-workout ose më thon vetëm që jap për forcë. Faktikisht kreatin përdoret ma shumë në tenas si term, BCAA, edhe pa tjetër me morë, para si fyrit me morë kasein. Njerës që morën fitness për arsye se kaseina i rrinë trup dikon 8 orë, edhe non-stop trupi e nin vetën që është i ushqim. Diçka tjetër që kisha thonë me përdorë, kur gjo me bo ndryshim për muj tjerë të vitit. Kohëve të fundit unë e kom pas që shumë njerëz në botë, edhe që i takojnë fest tjetër, ata provojnë me pas një muj, ndoshta jo Ramazanit, për edhe muj tjerë që me maj dietë ose mos me hangër gjatë këtij dite. Unë kisha me thonë që muji Ramazanit është një pastrim i trupit, nuk e di, ose një tush i trupit që e pastron komplet organizmin tonë. Me gjitha senet që na i kemi përdor, që kemi morë më herët, ka shumë sportista që morën edhe suplemente që janë ndalume në mujin e Ramazanit, ata pastrohen komplet. Kështu që veç kisha me thonë njerëz që janë smut, kanë të ndonjë problem, sidomos persona që kanë probleme me melçi, nuk guxojnë asnjë me argjeru. Tjertë krejt më vol, për arsye se në Ramazan edhe në fitness 14+ nuk është asnjë problem për ta.